Përshëndetje të nderuar shikues, në minutat e emisionit Shqipëria voton, Gjirokastra zgjedh. Sot do të jemi me kandidatët për deputet të Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, zonjën Mirela Kumbaro, zonjën Anila Dimitri, profesor Shqyquri Hysin dhe zotin Piro Dhima. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, na mungon shoku i pestë. Po. Tërmet Peçi, i cili për arsye shëndetësore dhe të përballoj do deri ditën e fundit, ë? Jo, po e përballon shumë mirë ai se është i fortë, po ndodhet në territor dhe nuk arriti dot që të na bashkohet. Duke qenë se orët i kemi të numëruara, edhe kolegët e mi janë gati me të mbaruar, vazhdojmë në territor. Por e përfaqësojmë ne. Okej. Me ju e nisim, zonja Kumbaro, si ishte ky rrugtim 30 ditor këtë fushat? Ju në fakt keni eksperiencë në qarkun e Gjirokastrës dhe në fushata të tilla, kuptohet. Është një eksperiencë shumë e bukur. Unë gjithmonë jetoj fushatat si një përvojë, edhe këtë ndajmë edhe me shokët, që është një përvojë njerëzore shumë e rëndësishme. Ne jemi këtu bashkë për një kauzë, ne jemi këtu bashkë sepse besojmë tek programi politik i Partisë Socialiste, i cili nuk është, mas 12 vjetësh, nuk është thjesht një program për të ardhmen, është një program i planifikuar mirë mbi punët e bëra në 3 mandate, dhe që duhet vazhdoj në mandatin e 4. Dhe si i tillë, është një moment ku praktikisht, pavarësisht se punojmë gjithë vitin, punojmë të 4 vitet e mandatit, ka një moment tjetër ku ti duhet bësh esencën e gjithë punëve të bëra dhe të përpiqesh të kontaktosh çdo njeri që ndoshta s'ka arritur ta takosh një muaj më parë, 6 muaj më parë, për të bindur secilin nga banorët e qarkut Gjirokastrës, nga Memaliaj në Dropull, nga Libaova në Kurvelesh, nga Përmeti në Gjirokastër, pse alternativa jonë është më e mira, dhe madje do thoshja e vetmja që është e qartë në atë që ka marrë përsipër të bëj. Shqipëria 2030 si një nga anëtarët e rinj që do të jetë në mandatin e ardhshëm në Bashkimin Evropian. Po nga ana tjetër është një përvojë shumë e pasur njerëzore. Unë mendoj që pjesa më e rëndësishme e fushatës nuk është thjesht të shpjegojmë, është të dëgjojmë, është të kuptojmë, është të komunikojmë. Edhe unë jam shumë krenare që të 4 shokët e mi të skuadrës, Anila, Shqyqyriu, Pirua dhe Tërmeti, këtë gjë dim ta bëjmë shumë mirë duke plotësuar njëri tjetrin. Zonja Dimitri, motoja juaj e fushatës deri tani ka qenë derë më derë pra tek njerëzit. Si ju kanë pritur përmetarët? Çfarë kanë thënë ata për punët e kryera nga qeveria socialiste deri tani dhe çfarë presin? Në fakt, gjatë të gjithë fushatën time e kam organizuar duke vajtur derë më derë, duke folur me njerëzit, duke dëgjuar ata. Dhe kjo në fakt ishte një eksperiencë shumë e bukur. Unë më përpara nuk e kisha shijuar, nuk e kisha bërë këtë gjë, por ky kandidim më bëri që unë vërtet të takoj njerëz. Takoj njerëz të cilët vërtet asnjëherë nuk i kisha takuar, të takoj njerëz të cilët i kam ritakuar, të them, dhe së bashku me ta kemi ndarë shumë endime. Përmetarët në fakt dhe këlqyriotët janë njerëz të urtë, njerëz me vlera, njerëz mendje hapur dhe ata mbi të gjitha kanë një mikpritje të jashtëzakonshme. Në fakt kam trokitur derë më derë përtej të majtës dhe të djathtës dhe jam mirëpritur nga të gjithë më kanë mirëpritur, duke më qerasur me ato gjërat tona tradicionale, likon, rakin, që përmetarët dhe këlqyriotët i kanë në traditën e tyre, dhe vërtet jam ndiher mirë. Me njerëzit kemi komunikuar për të gjitha problematikat që ata kanë pasur, hallet dhe problemet e tyre, por në fund fare, përveç të gjitha problematikave që kanë ngritur, ata gjithmonë kanë vlerësuar dhe punën që Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë bërë gjatë gjithë qeverisjes së tyre, jo vetëm për Përmetin, jo vetëm për Gjirokastrën, po për gjithë Shqipërinë, sepse dikush më shumë, dikush më pak, të gjithë njerëzit i kanë prekur këto ndryshime. Dhe vërtet, unë ndihem shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj skuadre dhe do të tregoj diçka. Në fakt, Përmeti është qyteti im dhe në Përmet më njohin të gjithë. Por Këlqyra në fakt ishte vend në fakt që unë vija pak për shkak të punës që kisha dhe njerëzve të pak që unë njëja ishin thjesht punonjës të mi dhe disa të afërm të mi.
por dhe kur vajta për në momentet e para e pash që ndihesha shumë e vetmuar, si një njeri në një territor të panjohur, por duke takuar njerëzit, duke trokitur der më der me ta, unë sot ndihem si një vajzë, edhe një vajzë kërciriote, dhe njerëzit çdo ditë më shumë më afrohen, më mbështesin, më inkurajojnë për të vazhduar dhe për të kërkuar mbështetje për Partinë Socialiste deri në ditën e fundit, deri në votën e fundit. Dhe unë ndihem krenare për përmetarët e mi, për kërciriotët e mi dhe për të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Profesor Shyqo, si të njohim të gjithë, nga auditorët e leksioneve të historisë, kërkoni një vend në Parlamentin Shqiptar. Si ka qenë kjo fushat për ju, duke dalë pikërisht këtë po themi nga auditorët tashmë me banorët e këtij qarku? Faleminderit për ftesën. Më lejoni që publikisht të falenderoj edhe ekipin me të cilin unë përfaqësoj siglën e Partisë Socialiste, më lejoni që të falenderoj edhe kryetarin dhe kryesinë e Partisë Socialiste që më përzgjodhi mua. Është e vërtet që unë vi nga bota akademike, që kam një background akademik, por unë e ndjej veten të barabartë me logjikën skënderbejane që ushtar i barabartë midis ushtarëve të mi. Dhe si i tillë jemi shërbëtor të popullit, e kam konceptuar fushatën si një fest personale dhe kombëtare, por kam alternuar gjithë jetën dhe veprimtarinë time, sepse nuk kam qëndruar edhe kur isha thjesht pedagog, statik në auditoret e Universitetit e Kerem Çabel. Por e kam alternuar jetën time edhe me aktivitetet të tjera, historike, kulturore, folklorike, politike, administrative, të cilat më kanë bërë të njoh shumë mirë njerëzit, ambientin, gjithë territorin e qarkut, komunitetin tërësi, veçoritë psikologjike të tij, më kanë bërë që të jetoj për ditë me hallet dhe me problemet dhe shqetësimet e këtij komuniteti dhe të jem jo vetëm një prej tyre, po të jem edhe një njohës shumë i mirë i karakterit, i personalitetit dhe i veçorive të secilit komunitet, sepse qarku jon ka një mozaik shumë signifikativ në etnicitetin e tij. Jo vetëm shqiptar, por ne kemi dhe minoritar brenda saj. Kemi gjithashtu një përbërje të ndryshme fetare, por një harmoni për të vlerësuar jo vetëm në rang kombëtar, por edhe për të marrë si simbol në rang ndërkombëtar. Ju e dini që midis shqiptarëve, komunitetet të ndryshme fetare, nuk ka kurrë një natë Shën Bartolomeu, por ka një harmoni që të papërfillshme në aspektin fetar. Kështu që të gjitha këto vlera për të cilat unë kam shkruar libra, i mora nga auditori dhe i pash edhe një herë në terren. Ajo që më ka bërë përshtypje është se njerëzit na mirëpresin, kanë dëshirë të shohin, kanë dëshirë të shohin ndryshimi, kanë dëshirë të prekin drejt për drejt. Ndaj dhe motua ime e punës, nga serioziteti i librave dhe i arkivave, kalojnë në seriozitetin e kontakteve të drejt për drejta me njerëzit, e ballafaqimit sy me sy, e ballafaqimit derë më derë, e çdo dore që kemi takuar, e çdo personi që na ka mirëpritur ose jo, por që kemi takuar dhe me durime kemi dëgjuar dhe do ta dëgjojmë, jo deri në 11 maj, po edhe pas 11 maj, ashtu sikurse bën partia jonë, do të jemi përsëri në të njëjtin status të një shërbëtori, le thonjse, të komunitetit. Dhe këtë partia jonë e ka reklamuar, e ka deklamuar, e ka promovuar dhe e ka realizuar më së miri në gjithë të ecuri. Ndaj dhe themi që jemi qeveria, kryeministri dhe ekipi i vazhdimësisë. Nga bota e biznesit, kemi në listën e socialistëve pra edhe biznesmenin Piro Dhima. Nisni një udhëtim të ri në politikë. Çfarë ju shtyu të bëni këtë kapërcim nga biznesi në politikë? Kishit një shtys, ishte dëshira jote, si qëndron, mund na e shpjegosh pak, për të shuar edhe kuriozitetin, kuptohet, edhe të zgjedhësve. Duke parë ndryshimin e qytet në Gjirokastër, vetëm unë e pash këtë ndryshim, e pa çdo gjirokastrit, e pa çdo shqiptar, çdo turist i ardhur këtu që
mrekullohet me këtë qytet, edhe unë mendova të besha dhe të jepja kontributin tim edhe të vendosja një gur mbi tërë këtë punë që është bërë në tërë këto vite, në këto 10 vjeçarin e fundit në Gjirokastër. Ky ishte dhe i vetmi qëllimi imi që hyra në politikë për të kontribuar për këtë qytet dhe jo vetëm për këtë qytet, po dhe për njerëzit dhe për gjithë qarkun e Gjirokastrës, për zonat tona, për Dropullin, Lipohovën, për Metin, Këlsyrën, Tepelenën dhe Maliajin. Dhe si qendër qarku Gjirokastra, më bëri mua që të hyja në pjesën e politikës. Ky ishte qëllimi im për që të jepja kontributin tim në ngritjen dhe në zhvillimin e qytetit. Sonja Kumbaro, folëm herën e kaluar edhe për pikat e programit të Partisë Socialiste. Mund të flasim për disa nga ato që lam në fakt, si punësimi dhe rritja ekonomike, që sigurisht kanë ndikim të drejtë për drejtë, të themi në mirëqenien e njerëzve të komunitetit. Përpara se të kaloj në përgjigjen e pyetjes tuaj, dua të bëj si drejtuese e ekipit, por edhe drejtuese e Partisë Socialiste në qark, një përmbledhje të sintetizim të këtyre që thanë kolegët, edhe për të kuptuar pse jemi ne të pesë bashkë. Ne edhe në këtë fushat, në përgjigje të pyetjes tuaj të parë, kemi qenë tërë kohën në territor. Pra, nga njerë na thoni, po pse ke ardhur vetëm ti, po pse keni ardhur dy, po ku është ai tjetri, ku është ajo tjetra? Era Anila, herë Shqyqy, herë Tërmeti. Është një qark shumë i shtrirë. Është një qark ku praktikisht ka një diversitet kulturor, diversitet terreni, diversitet traditash, dhe ne jemi përpjekur që këtë diversitet ta shprehim edhe ne secili në profilet tona. Pra, është tjetër gjë kur dikush vjen nga bota akademike si profesori dhe e shef me një tjetër sy realitetin dhe ndoshta ka një vesh të një tjetër natyre për të dhënë një përgjigje në një pjesë të territorit. Pirua vjen me përvojën e biznesit, pra ta ati që e ka provuar se çfarë efekti jep investimi publik në sektorin privat. Anila vjen nga përvoja e administratës publike, se si është të menaxhosh administratën publike në kushtet kur qarku zhvillohet, kur investimet shtohen. Tërmeti vjen nga përvoja e menaxhimit të pushtetit vendor, që është një tjetër përvojë dhe që tregon se pushteti vendor, sidomos në bashki të vogla, siç janë bashkitë e qarkut ton, nëse nuk ka një vizion të madh, nëse nuk ka një program investimi afatgjat, nuk ja del dot një bashki ku është dera e parë ku përplasen praktikisht qytetarët për halle të përditshme. Dhe ashtu sikurse unë kam 12 vjet që jo thjesht bëj fushata, po kam 12 vjet në pushtetin qendror dhe le të themi që është një kompozim i të gjithë anëve të jetës, të cilët të gjithë bashkë bëjmë atë që është qarku Gjirokastrës, shto këtu dhe identitetet tona. Secili nga ne ka një origjinë të ndryshme, ka një ndikim të ndryshëm, ka një histori të ndryshme. Ne kemi thënë gjithmonë mes nesh, ne nuk jemi të barabartë. E vetmja gjë të barabartë që kemi ne është statusi i kandidatit të Partisë Socialiste. Por ne garojmë si një ekip, duke plotësuar njëri tjetrin dhe duke i ofruar njerëzve në territor përgjigje të ndryshme nga kënde të ndryshme. E rëndësishme është që në fund të kësaj fushate ne të jemi të qartë dhe njerëzit ta kuptojmë. Erdhi ekipi, erdhën kandidatët e Partisë Socialiste, janë të gjithë në të njëjtën kauz dhe kanë të gjithë të njëjtin program në fund. Që qarku Gjirokastrës, atë që dikur e kishte projekt, sot e ka realitet. Një nga destinacionet më të rëndësishme në Shqipëri për turizmin. Cila është ardhmja e qarkut Gjirokastrës? Do bëjmë industri të rëndë? Jo. Por ama qarku Gjirokastrës do të pajiset me aeroport, qarku Gjirokastrës do të shtoj infrastrukturën rrugore për të futur në thellësi të territorit, jo vetëm për të shkuar në fshatra, se fshatrat e qarkut Gjirokastrës janë disa qindra dhe ka fshatra ku ka më shumë banor, ka ku janë më pak. Ne do ndërtojmë, siç kemi filluar, të bëjmë akse zhvillimi. Po marr një shembull shumë të thjeshtë që lidh Labërinë e Tepelenës me Labërinë e Gjirokastrës, që është rruga Progonat-Golëm. Është një rrugë e cila lidh dy fshatra ku nuk ka mjera banor, po ku do të sjellë mjera turist.
dhe ku asaj zone me potencial blektoral, bujqësor, klimaterik, do t'i japi mundësinë të rikthehen njerëz që të investojnë për të bërë agroturizëm. Pra, kemi një gërshetim midis frymës traditës dhe planit për investime. E tillë është për shembull unaza e Çajupit. Ka filluar puna për sistemimin e rrugëve në Zagori. Njerëzit po e ndjejnë ende pa mbaruar sepse puna sapo ka filluar dhe mandati i 4 do të sjellë komplet një hartë të re. Nga ana tjetër, ka shumë banorë që kanë ende nevoja, po të kemi parasysh që 10 vite më parë, këtu ku jemi në Gjirokastër s'kishte ujë, në Përmet nuk kishte ujë, në Tepelen nuk kishte ujë. Sot nuk flasim më për plotësim të nevojave 24 orë ujë, por sot jemi duke folur për fshatra më të largët. Diskutonim sot në mëngjes me Anilën për disa fshatra të vegjël në Këlqyr, si në Seniçan për shembull, ku ende kemi punë për të bërë për të çuar furnizimin me ujë. Apo në fshatra të Memaliajt, jemi duke ndërtuar rrugën Ballaban-Berat, e cila është një rrugë jo vetëm lidh Beratin dhe Gjirokastrën si qark, por në fakt i shërben gjithë banorëve të zonës në fshatra që shkojnë deri në Kumarak dhe janë fshatra që praktikisht në zonën e Këlqyrës dhe të Memaliajt do sillin një tjetër qasje. Aty kanë filluar bujtinat. Pra, të gjitha këto janë punë që kanë nisur, janë të qarta ndoshta për pushtetin qendror, sepse ne i kemi planifikuar, i kemi buxhetuar, i kemi prokuruar, kemi hapur kantierët, po jo çdo njeri e di dhe asnjëherë nuk është e mjaftueshme fjala për t'i shpjeguar. Dhe detyra jonë në këtë periudhë është pikërisht të trokasim në çdo derë, qoftë me përvojat tona individuale, siç është rasti i Piros që vjen nga përvoja e vet në zemër të qafës pazarit dhe tregon se çfarë ndodhi kur bëjmë një investim të tillë, si zhvillohen bizneset private, qoftë Anila që praktikisht punon çdo ditë me administratën dhe këto punë të mëdha i ndjek në një shkallë më të vogël, qoftë edhe shoqëriu i cili praktikisht ka dhe një, le të themi, vlerë të shtuar, sepse kur jemi pedagog, siç jam edhe unë dhe ai, kemi ndoshta dhe instrumentin e komunikimit profesion. Pra, ose tërmeti që njeh praktikisht çdo gjë në bashkinë e vet, dhe jo vetëm bashkinë e vet, dhe që kombinon aftësi menaxheriale me përvojën e tij të jetës dhe me njeriun e terrenit. Është shumë e rëndësishme që një ekip të jetë si një portret, ku praktikisht të gjitha tiparet plotësojnë aty që është fytyra e ekipit të Partisë Socialiste në këtë fushat. Zonja Dimitri, Përmeti është pakzuar, të themi, me shumë epitete, që vijnë për shkak të bukurisë, vlerave të tij të trashëguara dhe të ruajtura ndër shekuj. Duke e njohur mirë këtë qytet, por sigurisht edhe qytetet e tjera të qarkut ton, çfarë mund të bëhej më mirë, mendon? Në fakt Përmeti nuk ka vetëm atraksione të rëndësishme turistike, bukurinë natyrore, por Përmeti ka dhe njerëz shumë të mirë. Ka njerëz mikpritës, siç e thashë pak më parë, të urtë, njerëz të qetë, njerëz punëtor, njerëz me vizion, njerëz të cilët vlerësojnë punët e mira, por ama dhe të kritikojnë për ato që nuk bëhen. Përmeti, në fakt, gjatë gjithë kësaj periudhe, është shndërruar vërtet me një kantier ndërtimi. Më parë Përmeti nuk kishte as një tabel në hyrje kur merrje rrugën e Përmetit, ndërsa sot jo vetëm që janë tabelat, por është kthyer thash në një atraksion të rëndësishëm turistik. Dikur Përmeti nuk ishte, numëroheshin me gishta hotelet apo bujtinat, ndërsa sot numërohen me qindra bujtina të hapura. Është rritur numri i shtretërve, është rritur numri i restoranteve, bëhet rafting, bëhet shëtitje me kuaj, do të thënë e gjithë gama e kësaj industrie të turizmit është rirë shumë mirë edhe në qytetin tonë. Kjo ka bërë që shumë njerëz punëtor, shumë njerëz të rinj kanë besuar tek ky ndryshim, kanë besuar te Partia Socialiste dhe te vizioni që Edi Rama ka për zhvillimin dhe janë kthyer duke investuar në Përmet. Por krahas kësaj, Përmeti ka mundësi që të zhvillohet akoma edhe më shumë, por mendoj se me investimet e reja që Edi Rama ka për këtë 4 vjeçar, si në fushën e infrastrukturës, siç e tha zonja Mirela, parashikohen shumë investime të rëndësishme dhe unë mendoj që me të gjitha rrugët e reja
e cila është rruga Ballaban-Berat në përfundim, rruga e re që do bëhet përmet Skrapar, është rruga që ka mbaruar, rruga e re e Vjosës që do bëhet rruga e Vjosës. Të gjitha këto janë sjellin një ndryshim shumë të madh nëpërmjet, duke rritur gjithnjë më shumë ardhin e turistëve të huaj, duke zhvilluar ekonominë brenda qytetit. Dhe në gjykimin tim, kjo është vërtet ajo të cilën përmeti dëshiron, dhe besoj se me këtë bëhet një kompletim i të gjithë asaj çfarë ne kërkojmë. Përveç turizmit, nëpërmjet janë zhvilluar dhe janë bërë investime në rrugët rurale, në ndryshime brenda në qytet, shkolla, kopshe, çerdhe, kinema, stadiumi i basketbollit, do zhvillohet, do ndërtohet edhe stadiumi i ri i futbollit. Pra të gjitha këto ndryshime e bëjnë Përmetin një qytet vërtet ashtu siç Përmeti e meriton. Dhe pikërisht fal të gjitha këto ndryshimeve që Përmeti ka hapësuar, unë mendoj që ka akoma punë për të bërë. Dhe mendoj që ajo që ne presim në vazhdimsi është zhvillimi i zonave rurale. Mirela e preku pak më parë dhe tha, dhe vërtet, duke qenë se unë i kam prekur çdo fshat, unë shoh që vërtet duhet të ndërhyjet për shembull në rrugët rurale, mund të ndërhyjet në ujësjellsat, në kanalizimet, janë bërë investime në ujësjellsa, edhe në kanalizime, por kuptohet që ka akoma punë për të bërë. Prandaj, për të vazhduar të gjitha këto punë të mira që ne Partia Socialiste ka nisur, normalisht i duhet ky mandat. Dhe unë besoj se përmetarët, kryqëzoriotët dhe gjithë qarku i Gjirokastës do ta mbështetin fort Partinë Socialiste me votën e tyre më 11 maj. Profesor Shyqo, rajoni Gjirokastrës me histori të larmishme që na nderon madje edhe në botë. Duke mos harruar këtu tashme edhe turizmin, që e ka sjell botën edhe këtu. Si të lëboj, profesor Hysi, në të mirë të projekteve të zhvillimit për rajonin tonë? Turizmi është dega më elitare e cila po i jep një fizionomi të re çdo banori, çdo familje dhe gjithë qytetit Gjirokastrës. Ditën e martë që kaloi, kam që në Kalar dhe kam parë që brenda një ore kanë ardhur 270 turistë. Një grup prej tyre ndalova dhe komunikova me ta. Ata më aniten nga magjia e këtij qyteti. Por nuk është vetëm kaq. Është ideimi dhe investimi që bëri Partia Socialiste që e çoi këtë mundësi të kahershme të Gjirokastrës, këto ndërtesa mesjetare, këtë arkitekturë, këtë mistik që ka qyteti Gjirokastrës, këto kaldrëme që lu mashtruar në këtë degë elitare. Dhe kjo merit duhet jepet absolutisht Partisë Socialiste, sepse Gjirokastra këtu ka qenë. Po vlerat e këtij turizmi janë sot të prekshme, jo vetëm nga ne gjirokastritët, por mbi të gjitha nga turistët që vinë këtu dhe ata që pasojnë turistët e tjerë. Po turizmi nuk është një degë ekonomie e shkëputur nga degët e tjera të ekonomisë. Fjala vjen zhvillimi i bujqësisë, zhvillimi i tregtisë, zhvillimi i mjektorisë, zhvillimi i industrisë, së lehtë, e të tjera degë të cilët janë hallka të zinxhirit dhe që Partia Socialiste në programin e vet i ka ndërthurur me aq mjeshtri për Shqipërinë 2030. Të mos ndalemi në analiza specifike, por të ndalemi thjesht në atë që është arritur për Gjirokastrën dhe të ndalemi në frymën që ka krijuar kjo politike Partisë Socialiste për të na sjellë këtë risi dhe për të na çuar në këtë moment i cili e ka bërë Gjirokastrën që turizmi ta ketë degë primare. Si historian, unë anoj nga turizmi historik, zonja ministre. Pjesë e turizmit është pjesë e paketës dhe ofertës? Jo për të qenë kritizer, por për të qenë edhe pak ideator për atë mision që ne kemi si përfaqësues të siglës së Partisë Socialiste. Do të doja që si historian të kishim muzet e historisë së gjallë. Fjala vjen, në ato kthina e Kalas mund
të reklamohen momente të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Kështu për shembull Kuvendi 23 korrikut 1878. Ose kemi ne zbuluar një furrë atje. Nuk na kushton gjë për të bërë 2 manikina dhe për ta pasqyruar atë jo vetëm me shkrim, po edhe fizikisht. Po patjetër, mbasi të kenë qenë te hotelet, mbasi të kenë ngrënë ke restorantet, pastaj shëtisin Gjirokastra është i gjitha një muze i hapur. Kudo ku të shkelësh, jo vetëm Gjirokastra, po edhe Përmeti, po edhe Libohova. Janë muze të hapura dhe ne kemi një fat të jashtëzakonshëm që historinë e ke pjesë të ofertës, eksakt. Dhe së dyti, ka momente që historia e kësaj kalaje, e këtij qyteti është ndërthurur me historinë ndërkombëtare. Për shembull, po marr burgosin që i bëri gjithë Zenebiçi Bohemondi. Për ta liruar, u paguan 10.000 franka dhe u desh të ndërhyni dhe mbretër si mbretëri Napoli. Kështu që këto momente, nëse ne i pasqyrojmë atje në këto muzet e historisë së gjallë, atëherë ne kemi çfarë u tregojmë dhe i tërheqim turistët edhe më mirë. Do të vinë edhe thjesht për të parë atë moment. Apo ka ardhur momenti, zonja ministre dhe ju e nderuar zonja gazetare, që ne ta pasqyrojmë në një muze gjithë jetën folklorike, sepse Gjirokastra dhe Kalaja konsiderohen qyteti dhe Kalaja festivaleve. Nuk po merrem me historinë e tyre, por është momenti me të gjithë mjetet dhe teknikën e bashkohore, ne të ndërtojmë një muze të festivaleve folklorike kombëtare. Dhe Gjirokastra e meriton këtë, zonja ministre. Së dyti, ne punojmë si ekip. Në filozofinë time të punës, unë dua të njoh në fillim problematikën. Pastaj i kaloj vetë në atë sitën time, cila prej tyre është e domosdoshme dhe e shton me të vërtet gamën e mirësisë së këtij qyteti, dhe cila është emergjente për t'u bërë. Jo çdo gjë mund të bëjmë në një kohë, por aman nëse vazhdojmë me këto ritme që ka nisur, atëherë ne kemi mundësi që të pasqyrojmë një faqe tjetër të historisë dhe të hyjmë në histori me ato gurë që vendosim ne, jo ato që u vendosën deri më sot. Këto u vendosën, kjo është histori e këtij momenti, çfarë do të bëjë ky ekip. Dhe unë besoj që e kemi të qartë se çfarë duhet bëjmë. Dhe jo vetëm që kemi të qartë, po kemi dëshirën e mirë për ta bërë. Dhe kemi dhe mbështetjen e qeverisë. Gjirokastra është një nga qarqet prioritare. Kthehemi tek zoti Dhima, keni trokitur edhe derë më derë në minoritet, cilat kanë qenë opinionet e këtyre banorëve dhe si jeni ndjer ju si dhëndër të themi mes dropullitëve? Unë ndjeva si në shtëpinë time në Dropull, ishte një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur. Ata janë njerëz shumë të mirë, shumë të dashur, më kanë pritur si djalin e tyre, jo si dhëndrin e tyre, që ju sa po thatë, por si djalin e tyre në Dropull, në Pogon. Zona ndahet në 3 pjesë, Dropulli Sipërm, Dropulli Poshtëm dhe Pogoni. Të treja kanë veçori të veçanta, të treja kanë tipare të veçanta, të treja kanë karaktere të veçanta. Dropulli i Sipërm jam njerëz më të qetë, më të dashur, më të afruar, dhe Dropulli i Poshtëm janë njerëz më ekspresiv, më të hapur, më të afruar. Po, Dropulli Sipërm i Pogoni ka disa karakteristika të tjera që ata janë shumë punëtor, mirën me breshtarin, mirën kanë një marrëdhënie të ngushtë fisnore me njëri tjetrin, dhe të gjithë këta personifikojnë ato zonat e tyre ndryshe nga çdo zonë tjetër e qarkut të Gjirokastrës. Ishte një eksperiencë, siç e thash edhe më përpara, shumë e mirë. Unë aty pash se si është ndërthurja midis minoritetit edhe shqiptarëve, do të thënë se si këtu kombinohet edhe minoriteti grek, edhe shqiptarë, si jetojnë, si bashkjetojnë, dhe kjo bashkjetesë është e shkëlqyer, dhe si në pak vende, si në base ne jemi dhe një nga ato vende që duhet marrë si shembull në të gjithë rajonin ose dhe më gjerë,
është një gjë shumë e bukur, se si kjo bashkëtesë ka ardhur në shekuj këtu në këto treva. Ata kanë, gjithë këto vite kanë marrë dhe kanë quar këtë eksperiencë edhe në Greqi, edhe këtë bashkëtesë, edhe këtë i kufirit dhe ande i kufirit. Por mua aty më kam pritur tamam si djalin e tyre, në çdo derë, në të treja këto krahinat vogla, brenda një krahine të madhe, dhe me të vërtet jam ndier shumë mirë. Dhe sot kur vete aty përsëri që kthehem, se jam kthyer disa herë në disa vende, tani nuk jam ai i panjohur, ose ai që ata kishin një hije, kush është ky Pirodhima? Sepse mendonin që isha i Pirodhima i Marës, që shumë... E ke vuajtur pak në fillim këtë, njerëzit ngatronin emrin. Kishte dy lloj reagimesh. Ishte ai reagimi që ata në fillim, emri im ishte shumë familjar tek ta, dhe kjo mbas edhe më ka ndihmuar. Jam futur më shpejt në komunitet, po dhe lidhjet e mia janë shumë të afërta, sepse gruaja ime është andej, gjysma e fëmijëve të mi janë andej. Dhe unë kam një përvojë në Greqi, kam një përvojë prapë dhe në Dropull me punë. Dhe kjo e ka bërë shumë të lehtë hyrjen aty. Ka një fat shumë të madh që ka pjesë të përbërjes vet komunitetin minoritetin grek. Është një urë e jashtëzakonshme lidhje. Edhe ndërkohë që Piro fliste, pikërisht për këtë po mendoja. Është një pasuri që ne kemi në qarkun tonë, që e kemi këtë minoritet brenda qarkut dhe jo sot, por është një trashëgimi historike. Sa që është dhe kjo trev, aq është edhe kjo trashëgimi që ka ardhur. Është një gjë shumë e bukur aty. Sigurisht që mes takimeve që keni bërë dhe organizuar në qarkun e Gjirokastrës, ju keni qenë edhe mes emigrantëve. Si kanë qenë këto dhe sa e rëndësishme shikohet këtë herë, domethënë? Ne kemi një diasporë shumë të madhe në përgjithësi në gjithë Shqipërinë, në shumë vende. Pjesën më të madhe e kemi në Greqi, flas në raport në shkallë republike. Pjesën tjetër më të madhe në Itali dhe pastaj të shpërndarë në vende tjera. Po për qarkun tonë është në masën 90%, nuk them dot shifrat sakta, po mbi 90% e kemi në Greqi. Ajo që është ndryshe për qarkun tonë nga qarqe të tjera në thellësi të territorit, është që ne nuk e kemi për herë të parë përvojën me diasporën, kemi për herë të parë këtë mënyrën e re të votuarit në distancë me zarfe, sepse kjo për herë të parë u fut me ndryshimin e kodit zgjedhor. Në fund mbas kaq vitesh kur Partia Socialiste e kërkonte që t'i jepi diasporës mënyra dhe mundësia për të votuar. Por u gjet. Tani, nga ana tjetër, duke qenë se jemi kaq afër, edhe kemi dhe këtë urën për cilën foli shumë bukur Pirua të Dropullit, ne kemi mbajtur gjithmonë kontakt. Unë kam 12 vjet që punoj në qarkun e Gjirokastrës dhe unë rregullisht kam shkuar të paktën 2 herë në vit për të takuar pjesë të ndryshme të komunitetit të qarkut Gjirokastrës atje, herë në Athinë, herë në Selanik, herë në Janin, herë në Larisa, varet si janë situash ngjarjet. Herë ngjarje kulturore, por herë të ngjarje politike ose thjesht për t'i takuar si miq. Në këtë kontekst kemi le të themi një ngjarje të re, edhe nga pikpamja e demokracisë, po edhe nga pikpamja e përfshirjes së bashkëdetarëve tanë kudo në botë. Edhe po ta vëmë re, më vjen mirë se kemi edhe një evoluim të termit që përdorim. Ne gjithmonë kemi folur për emigracionin. Edhe i kemi cilësuar bashkëdetarët tanë, bashkëfamiljarët tanë si emigrant në Greqi, emigrant në Itali. Nuk flasim më për emigracion, flasim për diasporë. Që do të thotë, gjithë këta shqiptarë të cilët në këto 3 dekada e kusur janë zhvendosur për arsye ekonomike, familjare, për eksperienca, për studime, për punë në vende të tjera, praktikisht ajo që kanë bërë është që kanë marrë një copë Shqipërie dhe e kanë integruar në këto vende tjera, kryesisht europiane. Por edhe kanë sjell mbrap, siç është rasti i Piros, edhe kanë sjell një përvojë të marrë atje dhe e kanë integruar në jetën shqiptare. Në këtë kuptim, kjo urë komunikimi
akoma me fort në qarkun e Gjirokastrës, duhet shpreh dhe me një votë shumë më prezente, më të fuqishme. Dhe është hera e parë që e ushtrojmë këtë të drejtë, nuk ka qenë ushtrim i lehtë. Ne kemi nisur punë në Partia Socialiste që në maj të vitit kaluar me një seri takimesh të nivelit nga kryetari i partisë dhe kryeministri Edi Rama, ministra, deputet, kryetari të bashkive, njerëz të thjesht, profesionist, për të takuar, sepse sigurisht ajo që ne dim çdo ditë këtu nuk është detyrimisht jeta e përditshme e bashkëdetarëve tanë atje. Pra ka qenë një proces shumë i dëndur dhe intensifikuar komunikimi. Në rast të parë për të komunikuar, për të shpjeguar siç e bëjmë këtu në territor. Ne jemi çdo ditë në territor, por përpiqemi të jemi dhe me ata në komunikim. E dyta dhe për të shpjeguar gjithë mekanizmin, le të themi fort i komplikuar dhe siç e pam sidomos në raport me procesin e shpërndarjes së fletvotimeve në Greqi, nuk ishte proces i lehtë. Do më vinte shumë keq nëse sasia e zarfave apo e votave nuk do të jetë 100% e kthyer, por le të themi që ishte një ushtrim i mirë, do ta shikojmë deri në fund se si do rezultoj, për të patur kontributin, vullnetin, votën dhe mendimin e bashkëdetarëve, bashkëfamiljarëve tanë që janë në diasporë. Pjesë po aq e rëndësishme e familjeve tona, e fshatrave tanë dhe qytetarët ata pyesin rregullisht për situatën, por ndërkohë kanë dhe një interes tjetër dhe unë këtu mendoj që ka vlerë. Ata kanë interes dhe kanë filluar të pyesin, a ja vlen të kthehemi siç është kthyer filani apo një dikush tjetër që kanë ardhur dhe investojnë në Shqipëri, që kanë ardhur dhe jetojnë në Shqipëri. Sa më shumë të zhvillohet ky lloj komunikimi, sa më mirë të ecë ky ushtrim demokratik, aq më fort do bëhet ajo ura e shkëmbimit dhe prandaj ne themi që mandati i 4, me të cilin në 2027 ne mbyllim negociatat. Jo se e themi ne, mbyllim sepse ushtrimi ka filluar, kemi kaluar një pjesë të kapitujve që janë ushtrimi domosdoshëm për të pranuar nga Brukseli dhe Komisioni Evropian, dhe ata na kanë thënë, me këtë ritëm, me këtë punë që është bërë, në 2027 negociatat mbarojnë. Dhe në 2028-2029 janë 2 vitet e fundit me cilën Shqipëria antarësohet në Europë. A dhe pasaporta nuk është thjesht një letër, nuk është thjesht një dokument që na jep ne mundësinë vetëm të ikim lirisht. Jo, është shumë më tepër se kaq. Është fitimi të drejtave të barabarta dhe është një mundësi për bashkëdetarët tanë që të kthehen apo të largohen dhe të kenë me 2 shtëpi, të jenë me 2 pensione, pra të kenë të gjitha ato të drejta që ka një grek që jeton dhe në Greqi dhe në Gjermani. E njëjta gjë edhe për ne shqiptarët, për cilën kemi kaq shumë nevojë. Unë bëj pjesë tek brezi që në 90-ën u ngrita me studentët e pedagogët dhe thamë duam Shqipërinë si gjithë Europa. Ne vazhdojmë të themi sot dhe mund të jemi vendi ndoshta më europianist në kuptimin që skepticizmi për Europën këtu nuk ka arritur të gjejë asnjëherë vend. Prandaj është një flamur shumë i rëndësishëm tek i cili besojmë. Dhe detyra jone të 5 ne është që në çdo fshat ta shpjegojmë çfarë do të thënë, sidomos në qarkun ton ku nuk ka pothuajse familje, që të mos ketë një antar të familjes në diasporë. Kjo për ne merr një vlerë të jashtëzakonshme dhe çdo vot që vjen nga diaspora është një vot pikërisht për këtë vizion. Ne jemi besim plot sepse jemi në komunikim që diaspora do të votojë Partinë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, siç do ta votojë Libohova, siç do ta votojë Dropulli, siç do ta votojë Gjirokastra, Memalia, Tepelena, Këlqyra dhe sigurisht Gjirokastra ku jemi. Nëse më lejohet, mund të them diçka në raport me gjendjen aktuale të marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë, ku bën pjesë edhe diaspora shqiptare. Të gjithëve na kujtohen takimet që kryeministri ynë bëri në Greqi, në Gjermani, në Itali, deri në New York. Ata flamuj të valvitur kanë kthyer vëmendjen e shqiptarëve kudo në botë ndaj tokës mend. Ata flamuj të valvitur i kanë kthyer shqiptarëve dinjitetin e në përkëmbur gjatë këtij tranzicion. Ata flamuj janë shpresë se ajo pjesë e kombit ton vitale dhe që mundi të përballojë problematikën e të qenurit i huaj në një vend si vendet e Europës e me gjerë, arriti të integrohet dhe me dinjitetin e saj do të rikthehet si rilindasit për ta bërë Shqipërinë
por është mundësia që i dha Partia Socialiste për ta, jo vetëm për votën, por edhe në filozofinë e saj, edhe në ekipin ton të deputetëve që përfaqësojnë siglën e Partisë Socialiste, ju e pat që një pjesë shumë e madhe e kësaj diaspore është protagoniste në zgjedhjet e 11 majit. Kështu që ka një rol të ri diaspora shqiptare fal ideve dhe filozofisë së Partisë Socialiste dhe Kryeministrit tonë Edi Rama. Profesor, nuk ma mendja se do të rhiqeni nga profesioni juaj edhe nëse do mandatoheni, ja? Të qenë një deputet nuk të pengon të jesh përsëri pjesë e institucionit të arsimit lartë, si që është Universiteti Kerem Çhabej, që mban emrin e një albanologu të madh, si që është Universiteti Gjirokastës, që është një universitet që starton që nga viti 1968, si filial dhe pastaj si institut i lartë pedagogjik dhe tashmë një universitet me ide dhe mendime dhe me hapa konkrete në integrimin, me një trup shumë signifikative pedagogjike dhe me ide të qarta për të ardhmen. Unë edhe në platformën time e kam shpjeguar që sedimenti i gjithë veprimtarisë time është arsimi i lartë, sepse Universiteti i Gjirokastës ka një specifik në raport me universitetet e tjera, që është 2 fakultetet e tij janë të degëve të mësuesisë. Dhe këtë e bëjnë historia e tij dhe struktura e sotme e këtij institucioni e bëjnë atë që të jetë në vëmendjen edhe të qeverisë, të cilën unë do ta shtoj si një ambasador i kësaj asambleje akademike, por edhe si një produkt i këtij institucioni, sepse unë kam mbaruar aty dhe do të qëndroj pjesë si pedagog i jashtëm në të gjitha vitet akademike që unë do të jem në sallën e parlamentit. Zonja Dimitri, një vajzë, një grua nga Përmeti, çfarë mund të bëjë në parlamentin shqiptar për vendlindjen e vet apo për gratë, motra të themi të zonës, por edhe Shqipërisë kuptohet? Keni një ide të qartë sepse kërkoni një vend në parlamentin shqiptar? Po, në fakt të qenurit grua është diçka shumë e rëndësishme sot dhe ku vetë qeveria dhe koha në fakt e ka nxjerrë në pak që gruaja është vërtet një forcë e rëndësishme e shoqërisë shqiptare. Sot roli grave nuk është thjesht të jenë anvisa apo të jenë punonjëse të thjeshta, apo sot gratë i shohim të angazhuara në administratë, të angazhuara në vendimarrje, në këshilla, në parlament, ministre, kudo. Dhe thjesht unë po të bëj një krahasim të Këshillit Bashkiak të Përmetit kur unë jam kryetare, ku gratë janë zënë nga 15 antarë të këshillit, 7 prej tyre janë gra dhe 8 janë bura, dhe kjo tregon domethënë ndërkohë, po se më mort nga goja, dhe vërtet e një kryetare bashkie që dhe kryetaria e bashkisë është përsëri një grua. Unë në mendimin tim që i qëndroj asaj që gratë të fakt janë, ashtu si kurse janë anvisa të mira që drejtojnë familjet e tyre, ato kështu kthehen edhe për komunitetin ku ato janë, ku drejtojnë apo ku ato shërbejnë. Din të ndërtojnë punët, din të kujdesen për gjithçka dhe pikërisht kjo bën që dhe vëmendja dhe rritja e tyre ka ardhur gradualisht duke qenë një pjesë dhe një forcë e rëndësishme e shoqërisë. Nga eksperienca që kam si kryetare e Këshillit Bashkiak, ne në fakt në Bashkinë e Përmetit kemi një plan social, ku në këtë plan social përfshihen shtresa të ndryshme të shoqërisë, por midis të tjerave ka dhe programe të veçanta të cilat mbështesin shumë gruan. Programe të tilla janë për shembull programet për ndihma të ndryshme që u jepen grave të vetmuara ose nënave me shumë fëmijë, shtuar pastaj edhe bonuset e qeras, kreditë e buta që jepen dhe shumë ndihma të tjera. Dhe besoj se duke patur këto eksperjenca nga Bashkia Përmet, unë besoj se do jem një përfaqësuese shumë e denjë e interesave të grave, jo vetëm të Përmetit dhe të Kërcyshës, por të gjithë qarkut të Gjirokastrës, duke bërë që ato të ndihmohen dhe
të jemi pjesë e vendimarrjes dhe të ligjeve, të cilat do t'i bëjnë gratë që të jenë vërtet një forcë e rëndësishme e shoqërisë, duke investuar sa më shumë për sa i përket ngritjes së tyre profesionale ose rritjes së pagave në rastet kur ato punojnë në përfaqësoneri, pasi e dim që gratë janë një armatë e fuqishme që punojnë në përfaqësoneri, ose krijimi të kushteve që gratë ngrihen intelektualisht, por ose të punojnë lehtë duke krijuar ca kushte më të mira për fëmijë, duke u shkolluar edhe në orët jashtë mësimdhënies, në mënyrë që ato të jenë të afta të kryejnë shumë mirë edhe detyrat e tyre profesionale apo në fusha të tjera. Dhe mendoj se në këtë mënyrë unë do jem një zë i fortë për të mbrojtur të drejtat e grave dhe për të marrë vendime dhe ligje gjithmonë në të mirë të grave. Zoti Dhima, ju si biznesmen suksesi, a keni ide të themi projekte se si mund të zhvillohet më tepër ekonomia, turizmi, rritja e standardeve të jetesës në rajonin tonë? Turizmi në Gjirokastër është ajo industria e rëndë, po edhe industria e rëndë e Shqipërisë është turizmi. Unë do të thoshja që qarku i Gjirokastës është qarku që ka resurse të jashtëzakonshme. Ne jemi qytet UNESCO, por kemi një fat shumë të mirë që kemi shumë afër dhe një sit tjetër të UNESCO-s. Kemi sitin e Butrintit, që edhe ai është një sit i UNESCO-s, dhe me rrugën e re që është bërë, kemi arritur që të jemi jo më larg se 40 minuta nga 2 site UNESCO në një pothuajse në një qark. Rruga Gjirokastër-Sarand është 35-40 minuta dhe kjo bën që të kemi një ndërthurje shumë të madhe dhe shumë të mirë të turistit të plazhit, turistit të detit me turizmin kulturor, turizmin malor. Unë do të thoshja që ne duhet dhe do ndihmojmë në të gjithë zinxhirin e turizmit, agroturizmit, turizmin e fshatit. Ne kemi bërë dhe disa plane në këto takime, kemi bërë, unë të paktën kam bërë plan edhe me Bashkinë e Dropullit, që të ndihmojmë njerëzit që janë aty, duke dhe ju kemi thënë, ju kemi propozuar dhe ju është dukur shumë interesante, sepse njerëzit dhe gjithë zonat duan ndihmën, duan të jesh afër tyre. Dhe ju kemi thënë këtë, që ata mundet, në qoftë se kanë një dhomë ose 2 dhoma, si fillim që i kanë të lirat pa përdorur, ose një shtëpi që e kanë të pa përdorur, ata mund ta futin ashtu, ta përshtasin ashtu siç është e mobiluar, me ato kushte që kanë në shtëpi, me atë ushqim që ata hanë, me atë ushqim në darkë, me atë ushqim që hanë në mëngjes. Sepse edhe turisti do që të përjetojë atë lloj eksperience që ata kanë, domethënë atë eksperiencë që jetesën e banorit të vendit këtu. Dhe menaxhimin e faqeve të rezervimit, të mos e bëjnë banorët, por ta bëjnë 2 punonjës që janë në Bashkinë e Dropullit për shembull, që punojnë në turizëm, të ndihmojnë, të menaxhojnë edhe të bëjnë ata lajmërimin e banorëve dhe kontaktin, atë marrëdhënien turist-banor dhe menaxhimin e të gjithë kësaj gjëje. Turizmi është ekonomi. Këtu ka mundësi të jashtëzakonshme gjenerimi të ardhurash në qytetin e Gjirokastrës. Duke hapur më shumë muze, galeri artesh, sepse e di që këtu ka piktor, ka skulptor që janë nga më të famshmit e gjithë historisë shqiptare, që ne i kemi këtu si asete, dhe ato kemi folur dhe me Bashkinë e Gjirokastrës që ato të hapim një galeri dhe aty të reklamohen dhe të bëhet një atraksion për turizmin, sepse ajo është shumë e domosdoshme në qytet. Dhe
do përpiqemi me ardhin e aeroportit, është një gjë e jashtëzakonshme që ne, dhe siç ma tha një aviator italian, 2 kilometra rrugë nuk të çojnë asgjë kundi, por 2 kilometra asfalt në një aerodrom të çojnë në gjithë botën dhe bien gjithë botën këtu. Dhe gjithë qarku, ju e kuptoni që gjithë qarku Gjirokastrës është një margaritar në të gjithë këtë. Unë e thash dhe para disa ditësh tek takimi me kryeministrin, jo vetëm në jug të Gjirokastrës, po unë do thoshja jug lindje të Europës. Do jetë një nyje lidhse e ndërmjet Greqisë, Italisë, Maqedonisë këtej, sepse rruga që do vi nga Korça, Ersek, rrugë e Vjosës, duke lidhur pjesën jug lindore me Bregdetin shqiptar, dhe të gjitha këto nyjet që vinë, këtu ne jemi ajo fusha e rreth rrotullimit jugut dhe jo vetëm e jugut, e jugut të Ballkanit perëndimor. Unë përpos pyetjeve që kisha për ju, kisha përgatitur edhe pyetjet për Tërmetin, po të paktën një prej tyre unë do doja që ti përgjigjeshe. Tërmetit, kush ja kërkoi të linte mandati në mes dhe të garonte? Partia Socialiste, ne jemi të gjithë pjesë e një skuadre që i ofrohemi dhe i përgjigjemi kërkesës Partisë Socialiste për ta përfaqësuar. Është me dy kaje. Tërmeti ka qenë pjesë e skuadrës socialiste, një nga lojtarët e fortë të skuadrës tonë në qark. Ka qenë propozimi im që i bëra kryesisë Partisë Socialiste dhe kryetarit partisë, si edhe për 3 kolegët e tjerë, që Tërmeti, mbas një eksperiencë të gjatë të suksesshme në kryet bashkisë Tepelen, me një këmbgulje për të transformuar një zonë që ishte thjesht as një koridor, po një cep koridori për të ardhur nga Tirana në Gjirokastër, sa askush nuk thejnë Tepelen, duke fshehur një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, siç është gjithë pjesa me Malia i Tepelen, praktikisht arriti që idetë tona për të kthyer këtë zonë në turizëm ti përkthej në projekte konkrete. Ti ndjeki me këmbgulje si një punëtor shumë i mirë tereni dhe një komunikator shumë i mirë me njerëzit që jetojnë edhe në male dhe në fushë edhe në qytet. Dhe ishte kjo ide imja, por ajo që ne na bashkon të gjithëve është që të 4 shokët e skuadrës janë të lindur në këtë qark, të rritur në këtë qark, kanë krijuar familjet e tyre, punojnë këtu, kanë kontribuar dhe do vazhdojnë të jetojnë këtu. Tërmeti është një prej tyre. Pra, dhe ai u përgjigj pozitivisht, sigurisht, sepse Tërmeti bën pjesë tek ata shok të skuadrës që është gjithmonë gati kur bëhet fjalë për një kauz të rëndësishme të qarkut, të kombit, por edhe të Partisë Socialiste. Okej, kem mbritur në fund dhe unë nga të gjithë ju do doja një mesazh të shkurtër. Pse banorët e qarkut Gjirokastër duhet të votojnë për mandatin e 4 Partinë Socialiste? Sepse ne kemi bërë shumë gjëra në 3 mandate, sepse banorët e qarkut Gjirokastër të 7 bashkive i kanë prekur, i kanë jetuar, i kanë me provë, dhe prandaj nuk ka alternativë tjetër më të mirë se sa ne të vazhdojmë punët e bëra, sepse duhet votojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë. Dhe në qarkun e Gjirokastrës askush nuk mund të dali sot dhe të thotë që ka bërë diçka përpara se sa Partia Socialiste dhe përpara se sa vizioni e Edi Ramës të hynë të thellë në këtë qark dhe të prekte praktikisht çdo pjesë të territorit. Dhe jo vetëm kaq, por si asnjë forcë tjetër politike, shokët e skuadrës tonë, dhe unë këtu përfshi edhe kryetarët e bashkive, edhe shumë antarë të tjerë banor të cilët në pozicione të caktuara kontribojnë qoftë në sektorin privat, qoftë në këtë publik, nuk ka qenë kaq prezent sa që jemi ne çdo ditë. Fushata për ne, e tha pak më parë shoqëriu, është një moment celebrimi. Nuk është një gjë që ndodh një muaj dhe mbaron. Ne jemi tërkohë, nëse doni ta quajmë, në fushat. Prandaj jemi tërkohë në komunikim, jemi tërkohë në sy e vesh dhe njerëzit na kanë mbështetur në këto 3 mandate, na kanë besuar. Ne sot vi me ballin lart se kemi mbajtur pjesën më të madhe të premtimeve. Do donin të bënim shumë, po patjetër. Ka nevojë të bëjmë shumë. Prandaj dua mandatin e 4, se po të kishim bërë të gjitha, nuk do ta kërkonim. Profesor, besoj që përveç argumentimit shumë të mirë që i bëri ministrja, arritjeve dhe planeve, projekteve që ka Partia Socialiste, se cili prej nesh që është pjesë e këtij ekipi, që është një peshë shumë signifikative,
dhe po të bashkohet, krijon dhe siç është bashkuar gjatë kësaj fushate, dhe këto ditë të mbetura do të jetë përsëri bashkë si një ortek për të marrë një rezultat historik në një moment historik, sepse Partia Socialiste është një forcë e organizuar, e disiplinuar dhe reformatore. E si e tillë, duke patur edhe element të fushave të ndryshme, midis tyre edhe shoqëri Hysin, që është një figurë akademike, por që vjen këtu në pastërtinë e tij për të shtuar vlerat vetes, por edhe partisë, por për të qenë edhe një zë i fuqishëm ashtu si Uodo Ulsoni për Shqipërinë, edhe unë dhe kolegët e mi, një zë i fuqishëm për komunitetin gjirokastrik. Dhe kjo është ajo që na bashkon, ajo që na jep siguri në fitoren historike të këtij momenti. Faleminderit juve për ftesën dhe sukses e Partisë Socialiste. Dhe unë mendoj që të votosh Partinë Socialiste do të thotësh të votosh progresin dhe zhvillimin, të votosh të ardhmen dhe të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Dhe unë ndaj ftoj që të gjithë, qoftë në diasporë për diasporën motra dhe vëllezërit tanë atje, që në këto ditë të fundit ta investojnë patjetër të bëjnë çdo përpjekje për të mbyllur dhe për të finalizuar procesin e votimeve aty, por edhe çdo shqiptar në të gjithë qarkun e Gjirokastrit dhe në të gjithë Shqipërinë ta investoj votën e tij për familjet tona, për fëmijët tanë, për të ardhmen, për Shqipërinë 2030. Pirua, si më i riu. Unë do të thoshe që vota për Partinë Socialiste është pasaporta shqiptare në Bashkimin Evropian. Është ajo pasaport që ne kemi pritur tërë këto vite për ta marrë dhe të gjithë duan me sy dhe me vesh dhe me shpirt dhe me zemër të hynë në atë familjen e madhe të Bashkimit Evropian. Kështu që në 11 maj të gjithë të mblidhemi dhe të votojmë për Partinë Socialiste, për pasaportën europiane dhe për Shqipërinë europiane. Atëherë s'na mbetet gjë, vetëse t'ju falenderoj, t'ju uroj Faleminderit juve për ftesën. Ju vaftë mbar. Na vaftë mbar të gjithëve, se të kazën e kemi të përbashkët. Faleminderit profesor, me sirolapsa profesori. Të nderuar shikues, ky ishte takimi ynë i fundit në kuadër të emisionit Shqipëria voton, Gjirokastra zgjedh. Miru takofshi.